mirësi sa të kesh mundësi. Pra sa të mundesh bëj mirë dhe e treta ndalimi i keqes dhe njerëzve. Kjo është sjellja e mirë. Çiftësia e fytyrës, pra të flasësh, komunikosh ashtu siç duhet. Të bësh mirë sa të mundesh, edhe të ndalosh keqen me tjerëve sa të mundesh. Kanë khuluquhul Kur'an. Ishte morali i profetit alayhis salam Kur'ani. Shif Kur'anin, shif Muhammed Mustafa alayhis salam, ishte Kur'an i gjallë që ecste mbi tokë. Alayhis salam. Ahsan an-nasi khuluqa. Kanë gjithashtu profeti alayhis salam ishte njeriu me moralin më të lartë dhe më të plotësuar. E sa tekste janë në fenë tonë të bukur, siç na ka porositur neve pra Allahu xhaleshanu dhe profeti alayhis salam. Unë e lusë Zotin xhaleshanu që neve të na bëjë për besimtarë të mirë. E lusë Allahun xhaleshanu që neve na pajisë me moralet më të larta dhe më të bukura. E lusë Zotin xhaleshanu që të jemi të fituar në këtë dynja, në betejën në keqen, në betejën në vetën tonë. Gjithashtu të dalim edhe të fituar ditën që do të qëndrojmë përpara Allahut xhaleshanu. E lusë Zotin xhaleshanu ne të na bëjë shembull të mirë. Na bëjë për atyre të cilët i friksohen Allahut në çdo gjendje dhe në çdo kohë. Na bëjë për atyre të cilët i kthehen Zotit me pendim dhe me vepra të mira dhe kur nuk vinë pre e tërërive dhe kurtheve të shejtanit mallkuar dhe atyre të cilët janë ushtri e shejtanit. E lusë Allahun xhaleshanu të zbardhë fytyrat këtë jetë edhe në ditën që do të dalim para Allahut. O Zot, të lutemi Allah, jemi dobët, kemi nevojë për ndihmën dhe suportin tonë, ndaj na suportoj Allah. O Zot, të lutemi Allah, nëse ti nuk na përkrah, nëse ti nuk na bësh, ja Allah suport. Ne jemi të humbur si këtë dynja dhe në ditën që do të dalim përpara teje, vetëm mirësia, begatia, falja, mëshira jote ja Allah është ajo e cila na ngren neve peshë këtë jetë dhe ditën që do të dalim përpara teje. O Allah, të lutemi Allah, për të mirat që na ke falë nuk mundëm, edhe nuk arritëm të ta bëjmë falënderimin, ndaj na bëjnë neve falënderues dhe na falja Allah. E si mund të ta bëjmë falënderimin ty Allah, kur edhe inspirimi falënderimit për të falënderuar ty, edhe ajo është mirësi prej teje, o Zot, për zemrat dhe shpirtat tanë. O Allah, të lutemi, jemi të smur na shëro. Kemi mëkate na falë dhe na mëshiro ja Allah. Të lutemi ty, o Zot, pranoj lutjet tona dhe kërkimet tona. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Lusë Zotit xhaleshanu të na falë të mëshiroj. Amin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.